kush janë 7 llojet e njerëzve. Për njerëzit nuk thuhet lloje. Për njerëzit thuhet kategori. Se në hebone si gjallësat. Cilat janë 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit. Faktikisht 7 e përdorur në hadith është ajo që njihet më shumti. Po ka edhe kategori të tjera, të cilat do të jenë pjesë e këtij shpërblimi. Po më shumti përmendet kjo 7 që e hadithit. Më shumti, po ka edhe të tjera dhe ka transmetime të sakta edhe për kategori të tjera. Mund të jetë një pyetje javën e ardhshme dhe thot dikush, kush janë kategoritë e tjera përveç 7, se unë pyet këtu për 7-shën. Dhe unë duhet të qëndroj korrekt pyetjes. Atëherë, kategoria e parë, çdo udhëheqës i drejtë, çdo prijes i drejtë. Dhe prijesi fillon me udhëhecin e shtetit, e mbaron me çdo lloj udhëheqësie apo përgjegjësie që dikush ka mbi supet e tij, duhet me qenë i drejtë. Nëse është i drejtë, mban drejtësi, ai është i garantuar se do të jetë në hijen e arshit të Zotit ditën e gjykimit. 2. Hajde më ndihmoni. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dikush që zemra e të cilit është e lidhur në xhami, e varur në xhami. Çfarë do të thonë zemra e varur në xhami? Kështu ka thonë subhanallahu la ilaha illallah. Çfarë elaborimi i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot, ai njeri zemra e të cilit është e varur në xhami, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Çfarë do të thotë zemra e varur në xhami? Mund të jetojë njeriu pa zemër? Mund të jetojë pa zemër? Jo, edhe muslimani pa xhami nuk mund të jetojë, se zemrën e ka në xhami. Ku t'i jepet mundësia, shkon ke xhamia. Qëlloj në Stamboll, gje xhami. Shkoj në New York, gje xhami. Shkoj në Amsterdam, gje xhami. Shkoj në Londër, gje xhami. Shkoj në Rom, gje xhami. Shkoj në Luksemburg, gje xhami. Kudo që të shkoj vëlla, gje xhami. Në Afrikë të Jugut, gje xhami atje. Në Athinë, gje xhami vallahi. Në Iran nuk e dia gje. Sa atje ndalohet me pas xhami sunitësh. Po edhe atje, gje inshallah, musallajat faltore për ehli sunetin mund të ketë. Në Izrael, gje xhami. Se zemra e tij nuk mund të jetojë ai pa zemër. Zemra e tij është e lidhme në xhami, e varur në xhami. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 njerëz që janë dashur me njëri tjetrin për hir të Zotit. S'ka pas as lloj interesi. Allahu na boft neve për këtyre njerëzve. Amin. 3, 4 tani, ja? Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna. Dikush që e përmend Zotin në vete, në qetësi, i shkëputur nga njerëzit, e sytë e tij lotojnë. Allahu na falte dhe na mëshiroft. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. E dikush që jep një sadaka mçeftas, fshehurazi. Saqë ai që fshehurazi mundohet që ta bëjë këtë punë, saqë s'ka qef as dora e majt ta di se çka ka dhënë djathta. Çfarë do thotë kjo mos ta di e majta çka ka dhënë djathta? Me kuptimin mundohet që kjo sadaka të jetë mes ti dhe Allahut. Ky është qëllimi. Sepse ai shpreson shpërblimin e kujt? Shpërblimin e Allahut. Ajo mbetet. Tani, numri? Çfarë numri jemi tani? 7? Thot, wa rajulun da'atuhu imra'atun
dhatu mansibin wa jamalin, faqala inni akhafu Allah. Dhe personi, njeriu të cilin e fton një grua e hishme, me famë, e sigurt, dhe ai thot, unë i friksohem Allahut. Sot njerëzit nuk po i rezistojnë as asaj që nuk është e bukur, as asaj që nuk është e hishme, as asaj që nuk ka famë, as asaj që nuk ka asnjë lloj sigurie, nuk po i rezistojnë. Ajo më një femër e cila ka edhe bukurinë, edhe famën, edhe pushtetin, edhe ai thot unë i friksohem Allahut. Që t'jesh i këtill, vallai duhet të kesh iman dhe besim. Njerëzit po binë sprove në Facebookut, se di se çka ka përpara, se di se kush është mas ekranit, e po i bëhet fitne në i plak 90 vjeçare. Ajo mo raste të tilla që tregojnë lidhjen e njeriut me Allahun xhella xhelaluhu. Kategoria 7, shabun nasha'a fi ibadatillah. I riu i cili e kalon rininë e tij me adhurimin e Zotit. Në përgjithësi riu në rininë e tij e tërheq kush? Dëshirat, tekat, qejfet. Mos e përdorni epshin, është gabim, për njeriu nuk thuhet epshi. Tekat, dëshirat, emocionet, adrenalina, e tërheq që tjetë në botën e qefeve, në botën e gallatës, në botën, është natyra e rinisë e tillë. E nëse i riu, me gjithë i ka gjithë të prirje, dhe e mban veten e tij dhe e ruan veten e tij, Allahu si ja kompenson? Ja kompenson Allahu në ahiret, thot hajde robim, se ti e ke vënë këtu poshtë arshit, poshtë fronit të Allahut. Zoti na fal dhe na mëshiroft të gjithë pa përjashtim.